Dgjoj, nëse dikush pëson një urgjënse mjekësore sot, ose thjesht rrëzohet pa ndjenja, statistikisht nuk do të jetë një i panjohur në rrugë. Jo, absolutisht jo. Do me thënë gjasat janë që do të jetë dikush i ulur në tryezën e ngrënjes, ose ndoshta një fëmijë duke luajtur aty në tapetin e dhomës nenjes. Është një realitet pak i ashpër kur e mendon. Shumë i ashpër. Dhe për këdo që po e dëgjon këtë analizë të thelluar, sidomos nëse flasim për prindër që mbase po shikojnë fëmijët e tyre pikërisht tani, ka një të vërtet biologjike shumë të frikshme. Të cilën nuk duan ta pranojmë. Fips, në ato sekondat para atë një krize, truri ynë është i programuar të bëjë eksaktësisht të kundërtën asaj që duhet për të shpëtuar një jetë. Përfundimisht, dhe ky është fiks thelbi atij materialit thelbësor që po analizojmë sot, ai udhëzuesi që mban titullin First Aid Fundamentals: The Power to Save Lives. Po, ai material. Ka ly që më bëri përshtypje? Është që nuk ngjan si një manual mjekësor i mërzitshëm, apo jo? Nuk është fare një listë e thatë. Është, si të them, një thirrje për t'u zgjuar. Po, është një përpjekje për të rritur sigurinë fiks aty ku jemi më të brisht, brenda në shtëpi. Sepse ne shpesh e ngatrojmë komoditetin e shtëpisë me atë sigurinë absolute. Sikur dera jashtë me bllokon emergjencat jashtë, por emergjencat nuk kërkojnë leje për të ndodhur. Ësakt. Dhe gjithë kjo qasje më kujton atë aparatin e kuq të zjarit që e mbajmë ndonjëherë në shtëpi. Po, metafora perfekte. Ne blejmë, e lëmë në një cep, i fshim pluhurin ndonjëherë dhe shpresojmë që mos ta përdorim kurrë. Është mbrojtje pasive. Shumë pasive. Por nëse shfaqen flakët, jeta nuk varet nga fakti që aparati është thjesht aty. Varet nëse ne dim ta heqim atë siguresën kur jemi nën presion të madh. Si ai presioni, do më thënë vetë paniku, është armiku i parë që duhet mposhtur. Shumë kohë para se të merremi me vetlëndimin fizik të personit. E the shumë mirë. Le të ndalemi pak te fati asaj siguresës në momentin e presionit, sepse këtu lind vërtet problemi kryesor. Çfarë ndodh saktësisht në trup atëherë? Armiku numër 1 në një emergjencë shtëpiake nuk është mungesa e mjekut, është reagimi ynë fiziologjik. Fiziologjia jonë na tradhton? Pikërisht, kur një prind sheh fëmijën të lëndohet ose ta zëm të mbytet, ndodh një kaskadë vërtet kimike. Amigdala e merr situatën në dorë. Amigdala do të thënë qendra e frikës në tru. Ësakt, ajo merr kontroll absolut, trupi përmbytet menjëherë nga adrenalina dhe kortizoli, dhe ndërkohë korteksi paraballor fiket krejtësisht. Korteksi paraballor është pjesa që mendon, logjika. Po, pjesa e trurit që merret me marrjen e vendimeve racionale dhe planifikimin, fjalë për fjalë mbyllet përkohësisht. Prit pak. Do të thënë, nuk jemi thjesht të pavendosur ose të hutuar, jemi fizikisht të paaftë për të menduar qartë në ato momente. Je i bllokuar kimikisht, nuk është çështje hutimi. Wow. Unë gjithmonë mendoja se disa njerëz thjesht din ta mbajnë veten më mirë se të tjerët. Është një mit i madh ai. Por me çfarë po thua ti? Ky është një problem pastërtisht biologjik. Do të thënë, po luftoj me vetë biologjinë time para se t'i jap ndihmë personit. Unë jam e sigurt që fjala luftoj nuk është e duhura sepse nuk e ndal dot atë reagim kimik, por mund ta mbivendosësh. Si mund ta mbivendosim? Materiali e thekson vazhdimisht këtë frazën. Pregatitja krijon siguri. Pregatitja. Po. Arsyeja pse njerëzit e patrajnuar ngrinë në vend, ajo mjegulla mendore, është sepse truri po kërkon në arkivën e tij për një skenar mbijetese. Dhe nuk e gjen. Nuk e gjen, prandaj truri bllokohet. Është fiks si një kompjuter që i kërkohet të hap një program kompleks që nuk është instaluar asnjëherë. Çfarë bën kompjuteri? Jep gabim, ngrin ekrani. Ësakt. Ndihma e parë nuk është thjesht të mësosh të lidhësh një fasho, është instalimi i këtij programi në tru paraprakisht. Kështu që kur ndodhi ngjarja, truri nuk ka nevojë thotë çfarë të bëj tani. Pikërisht sepse skenari tashmë ekziston, adrenalina kanalizohet në ekzekutimin e hapave, jo në panik paralizues. Ky koncepti i instalimit të kodit në tru më duket fantastik. Jam i bindur që është kështu. Funksionon vërtet ashtu. Por më bën të pyes, nëse ky program shpëton jetë dhe shmang atë bllokimin fatal mendor, pse nuk e kanë të instaluar të gjithë prindrit? Këtu hym te bariera psikologjike. Sepse, të jemi të sinqert, unë njoh prindër që kalojnë muaj të tërë duke bërë kërkime për gjëra të vogla. E vërtet. Blejnë mbrojtësës fungjeri për çdo cep tavoline.
Vendosin kapak plastik në çdo prizë korrenti të mundshme. Karriget e makinës më të shtrenjta. Fiks, porosisin karrigen më të sigurt që ekziston në treg. Energji e pafundme për të shmangur gërvishtjet. Po, për gjërat vogla. Por pastaj, kur vjen puna te momentet kritike, aty ku jeta vjet vërtet në fije të perit, justifikohemi me e rregullojnë mjekët atë punë. Është pak komike, por ndodh sepse mbrojtja e prizave është e lehtë. Nuk kërkon të përballesh me frikën e vdekjes. Dëmë thonë është një reagim mbrojtës nga ana jon. Po, është një kontradikt e thellë që udhëzuesi analizon mirë. Njerëzit pëlqejnë këtë iluzionin e sigurisë pasive, dhe për ta ruatur këtë iluzion, mbështeten në 3 mite kryesore. Kush është miti i parë? I pari, siç tha edhe ti, është delegimi total. Vetëm mjekët duhet të dinë ndihmën e parë. Sikur na heq përgjegjësinë. Esakt, por shkenca tregon të kundërtën. Aftësitë e mbijetesës nuk kërkojnë 5 vite shkollë mjekësie. Çfarë thot miti i dytë? Mohimi absolut. Gënjeshtra që i themi vetes, nuk do të më duhet kurrë. Edhe pse statistikat tregojnë që shtëpia është vendi me më shumë aksidente. Pikërisht. Dhe miti i tretë është bindja që është shumë e komplikuar, s'kam për ta mbajtur mend kurrë. E di çfarë. Unë duhet ta pranoj që personalisht kam rënë pre e atij mitit parë. Dikur. Seriozisht? Po, të mendosh për procedura si reanimimi kardiak, duket sikur i përket skenave të urgjencës në spitale, jo një dhomelenje. Shumë njerëzve u duket ashtu. Të duket sikur po futesh në një art të errët që u takon vetëm profesionistëve me bluzat bardha. Është një mendësi shumë e përhapur, por plani i reagimit në shtëpi nuk ka të bëjë me zëvendësimin e mjekut. Si ta mendojmë atëherë? Ka të bëjë me ngrirjen e kohës. Materiali e ndan këtë në disa hapa bazik, të telefonosh urgjencën sakt, të hapësh rrugët e frymarrjes, të ndalosh gjakderdhjen dhe bazat e masazhit kardiak. Le të thellohemi pak te ky hapi i parë. Te telefonata. Po, sepse kur e lexova këtë material, fjalë për fjalë thash me vete, si telefonosh urgjencën? Kjo që ka aftësi? Të duket thjesht shtypja e disa numrave. Do më thënë çfarë aftësie është të shtypësh numrin 112 në telefon. Sinqerisht, imagjinoja që thjesht merr telefonin, bërtet më ndihmoni dhe ata pastaj e zgjidhin si nëpër filma. Përdorin gjurmimin celular. Po pra, gjurmimi satelitor i koordinatave brenda 3 sekondave. Supozimi im ishte që teknologjia e bën atë punë për ne. Dhe ky është një supozim që fatkeqësisht kushton jetë njerëzish për ditë. Vërtet? Pa diskutim. Kjo është arsyeja pse udhëzuesi i jep vëmendje kaq të veçantë kësaj pike. Qendrat e urgjencës nuk kanë shkupinj magjik. Sidomos nëpër pallate apo zonat mbi populluara. Fiks. Kur njerëzit panikohen, bëjnë eksaktësisht ato që the ti, bërtasin e janë i shpejt dhe e mbyllin telefonin për të shkuar te pacienti. O, e kuptoj, operatori mbetet pa asnjë të dhënë. Pa adresë të saktë, pa informacion nëse ka nevojë për oksigjen, a duhet defibrilator apo është thjesht një fashim i thjeshtë. Pra, të mësosh të telefonosh, të mësosh strukturën e informacionit. Sakt. Kush je, ku ndodhesh fiks, çfarë ka ndodhur, sa njerëz janë të përfshirë, a janë të vetëdijshëm. Dhe kur je i përgatitur ta japësh këtë pa e humbur fillin, tipo kurse në minuta jetike. Minuta që bëjnë diferencën mes rikuperimit dhe një dëmtimi të përhershëm të trurit. Është e frikshme se si një detaj kaq banal sa një telefonat mund të kthehet në pikë dështimi total. Është hallka e parë e zinxhirit. Por në rregull, e zëm se e bëm telefonatën siç duhet. Ambulanca është rrugës, por është 10 minuta larg. Këtu ndodh kalimi nga fjalët te veprimi fizik, apo jo? Po, te mbajtja e personit gjallë derisa të vinë. Udhëzuesi përmend trajtimin e gjakderdhjes dhe reanimimin kardiopulmonar, atë që njohim si CPR. Të dyja tepër kritike. Unë kam parë raste kur njerëzit thjesht I hedhen një peshqir, një plagë që rrjedh, ose mendojnë që CPR e kthen në jetë personin si me magji. Çfarë ndodh vërtet këtu? Kjo është një pikë jashtëzakonisht thelbësore. Le ta nisim me gjakderdhjen. Okej. Hedhja e një peshqiri mbi plagë është, domethënë, pothuajse e padobishme nëse kemi të bëjmë me një dëmtim të madh arterial. Sepse nuk e ndalon burimin. Sakt. Mekanizmi nuk është thjesht të mbulojmë gjakun, duhet aplikuar presion I drejt për drejt. Presion fiks mbi plag.
Po, mendoje qarkullimin e gjakut si një zor uji që po vadit kopshtin. Nëse ajo zor qahet dhe uji shpërthen jashtë, nuk mjafton t'i hedhësh një leckë sipër. Jo, absolutisht jo. Presioni ujit do vazhdoj ta çajë atë leckën. Pikrisht, uji e gjen rrugën. Ti duhet të shkelësh me forcë mbi zorën e ujit, ta shtypësh atë për ta mbyllur mekanikisht rrugën e rrjedhjes, derisa trupi të fillojë ta mpiks gjakun natyralisht. Pra ndihma e parë kërkon ushtrimin e një presioni të fortë dhe pa asnjë ndërprerje? Direkt mbi burimin e gjakderdhjes. Ky është veprimi kryesor. Kjo metafora e zorës ujit e bën shumë vizuale si gjë. Praktikisht, duhet bëhesh ti ajo tapa fizike që mban lëngun thelpsor brenda sistemit. Më saktë se kaq nuk thuhet. Po, përsa i përket CPR-s, aty më thënë duket sikur po ndërhyjmë në funksionet më intime të trupit, tek vetë zemra. Aty paniku është edhe më i madh. Dhe shumica e filmave tregojnë atë CPR-ën sikur, e diti, aktori shtyp gjoksin 2-3 herë, personi kollitet, hap syt dhe çohet i lumtur. E vërtet, filmat bëjnë dëm këtu. Pse është e rëndësishme ta kuptojmë mekanizmin real pas masazhit kardiak? Sepse realiteti është diametralisht i kundërt me Hollywoodin. Dhe pastaj njerëzit zhgënjehen ose panikohen kur e provojnë në jetën reale dhe personi nuk zgjohet ashtu menjëherë. Çfarë ndodh vërtet atëherë? Kur zemra ndalon, trupi rresht së dërguari gjak të oksigjenuar në tru. Dhe në këtë moment, koha është çdo gjë që kemi. Sa kohë kemi në dispozicion? Pas vetëm 4 deri në 6 minutash pa oksigjen, qelilat e trurit fillojnë të vdesin. Dhe kjo vdekje qelizore është e pakthyeshme. Prit kaq pak? 4 minuta? Është një dritare shumë e ngushtë. Dhe çfarë po bën ti me CPR-ën gjatë kësaj kohe? Ti nuk po përpiqesh të ristartosh zemrën. Nuk e ndes dot zemrën me duar. Domethënë, Jo, atë e bën defibrilatori ose mjekimet në urgjencë. Me CPR-ën, ti fjalë për fjalë po bëhesh një pompë manuale e jashtme për trupin e atij personi. wow, një pompë mekanike. Kur ti shtyp fuqishëm atë krahërorin, po shtrydh fizikisht zemrën mes brinjve dhe shtyllës kurrizore. Dhe kështu po e detyron atë pak gjak që ka mbetur i oksigjenuar, t'u dhëtoj drejt trurit. Domethënë, ne thjesht po blem kohë. Po blejmë sekondat e arta. Kjo dritarja prej 4 apo 6 minutash mund të zgjatet duke u kthyer në një mbajtësjete manual derisa të vijë ambulanca. E the shumë mirë, ti e mbajt si i jetës në atë moment. E kuptoj tani pse thonë që nuk ke nevojë të jesh mjek. Domethënë nuk ka ndonjë diagnozë këtu. Jo, nuk po diagnostikon asgjë. Bëhet fjalë për të kuptuar një parim hidraulik shumë bazik dhe të kesh guximin të veprosh. Kjo është eksaktësisht ajo kutia e ndihmës së parë mendore për të cilën keni nevojë. E nis duke mos e lënë trurin të bllokohet fal skanarit. Pastaj komunikon me operatorin. Komunikon sakt me ata, ndërkohë bëhesh ose tapë për gjakderdhjen ose pompë për zemrën. Kërkojnë thjesht mekanik, por efekti shkon shumë përtej mjekësisë. Dhe këtu udhëzuesi që po analizojmë bën një kapërcim kalon në një nivel krejtësisht tjetër apo jo. Po, aty materialet bëhen pak më filozofike. Shkëputet pak nga pjesa anatomike e trupit dhe flet për komunitetin. Ai sjell një dimension shumë social të këtyre veprimeve. Është pjesa ime preferuar atij udhëzuesi. Sepse ka një pjesë nga fundi që t'jemi sinqert më bëri të ndalem dhe ta rileksoj. Unë prisja që të fliste prapë për numrin e shtypjeve në kraharor. Çfarë të tëroqi vëmendjen? Ishte një fjali, po e citoj pak a shumë, patriotizmi fillon edhe nga gatishmëria për të ndihmuar njerëzit në momentet e tyre më të vështira. Është një frazë shumë e fuqishme. Shumë. Tani, unë jam mësuar që fjalën atriotizëm ta dëgjoj në përfjalime politike, apo ta lidh me simbole, ditë festash, ose thjesht me tullumbace në rrugë. Me flamuj në balkon? Fiks. Të lexosh fjalën patriotizëm në një manual mjekësor është një zgjedhje fjalori e jashtëzakonshme. Çfarë po sugjeron saktësisht ky autor këtu? Ai sugjeron diçka që psikologët e quajnë efekti i shikuesit ose indiferenca kolektive. Shoqëritë po dështojnë jo nga mungesa e spitaleve, Po nga çfarë? nga mungesa e përgjegjësisë. Patriotizmi në nivelin e tij më mikroskopik, më bazik, nuk është gjë tjetër vetë se detyrimi moral për të mos e lënë fqinjin apo bashkëqytetarin tënd të vdes. Kur ti e ke në dorë ta ndihmosh. Sidomos kur mjetet janë kaq të thjeshta, komunitetet e sigurta nuk bien nga qielli. Ato ndërtohen kur individët heqin dorë nga mendimi se dikush tjetër do bëj diçka. Ajo mendësia që presim të reagoj turma. Po, të mësosh ndihmën e parë do të thotë marrësh pronësinë e hapësirës tënde të përbashkët.
është të thuash, nëse ndodh një e keqe këtu, unë nuk do të jem një spektator. Do t'jem unë mbrojtësi. Eksakt. Dhe ky është ai heroizmi i heshtur i njerëzve të zakonshëm. Do më thënë nga një detyrë thjesht brenda murave të shtëpisë për fëmijët tanë, kthehet në një përgjegjësi ndaj kujdo që merr frymë rreth nesh. Është jashtëzakonisht fuqizuese si ide. Shumë e vërtet. Për të përmbledhur pak të eksplorimin ton, ne pam se si truri na tradhton me atë mjegullën e panikut, por pam edhe si përgatitja e thyen këtë bllokim. Përgatitja e bën ndryshimin total. Kuptuem që mbrojtësit e prizave, sado të mira, janë vetëm gjysma e punës nëse besojmë ende mitin që vetëm mjeku shpëton jetë. Ësakt. Dhe zbërthye mekanizmin e atyre minutave kritike, që nga ajo telefonata me operatorin, deri te fakti që me dy duar, secili mund të bëhet pompa e jetës për dikë tjetër. Prandaj materiali e mbyll me një thirrje për veprim. Po, thirrja që mos ta lëm këtë njohuri vetëm si fjalë. Ky duhet jetë muaj për të regjistruar në një kurs praktik, të stërvisim memorien muskulare, sepse nëse truri ngrin, të paktën duart e dinë çfarë duhet bërë. Fiks. E kështu ngrim në fund kësaj analize të thelluar, por nuk dua ta mbyll pa ndarë një mendim të fundit, një ide që mbase shkon edhe pak përtej materialit burimor që lexuam. Të dëgjojmë. Ne folëm gjatë se si këto aftësi transformojnë panikun në shpresë brenda një familjeje, atëherë kur të rriturit vendosin të trajnohen. Por imagjinoni për pak momente diçka në një shkallë shumë më të gjerë. Do me thënë përtej familjes. Po. Si do të dukej bota jone e përditshme, nëse ndihma e parë nuk do të ishte thjesht një kurs vullnetar, që njerëzit e kujtojnë vetëm kur bëhen prindër? Pyetje me vend. Po sikur këto parime bazë, të kuptuarit se si të bëhesh pompë kardiake, si të bllokosh një rrjedhje si ajo zora e ujit, po sikur këto të ishin pjesë e një gjuhe universale që na mësohet që të vegjël. Si një lëndë shkollore, thua? Pikërisht. Imagjinoni një kurikull në shkollë, ku këto aftësi ulen në të njëjtën tavolinë me lëndë si matematika, historia apo shkrimi dhe leximi. Wow, ajo po që do të ishte një shoqëri e përgatitur. Sepse ndoshta nëse do e bënim vërtet këtë gjë, në të ardhmen nuk do të na duhet t'i luteshim fatit kishim një hero të rastësishëm pranë nesh gjatë një emergjence. Nuk do të kishte fare nevojë për fat. Nuk do të kishte nevojë fare, sepse heroi do të ishte norma. Çdo njeri aty në dhomë do ta zotëronte këtë alfabet të mbijetesës njerëzore. Është vërtet një mendim i fuqishëm. Është një mendim se sa larg mund të shkojë komuniteti ynë. Dhe mbetet diçka e mirë për t'u bluar në mendje nga të gjithë. Faleminderit që e ndoqët këtë eksplorim, shpresoj t'ju ketë vlerëtur sa